Ana është ka pas në thelbësisht ka pas tjetër problematik. Përveç se kanë vjedhur njëri tjetrin, si thuash, pra kandidatët e të njëjtës subjekt partijak, këta kanë bashkëpunuar edhe për të vjedhur dhe kundërshtarin, sikur se janë partitë e reja apo partitë e vogla apo partitë e tjera kundërshtare, quajtë si dush. Kështu që bashkëpunimi ka qenë midis numëruesve, është dhe një rast tjetër që ne nuk e kemi evidentuar deri tani, por nuk e ka bërë askush. Se më thonë sa njerëz që i njohin mirë këto punë, thonë që votat e diasporës, ndryshe, pra numëruesit dhe komisionerët e votave të diasporës kanë qenë ndryshe nga të gjithë qarqet e tjera. Pra, nëse qarqet e tjera kanë pas... Ma shpjego pak të për të kuptuar edhe... Dhe nuk e di nëse janë lënë qëllimisht, me fjalë ky si në formë, ose në formë për abuzim. Pra, nëse Tirana ka pas 2 numërus PD, 2 numërus PS, 4 komisioner, 2 PS, 2 PD dhe 1 sekretar. Që ndoshta herë binte njërës parti subjekt, herë binte subjektit tjetër. Në rastin e votave diasporës, ka pas vetëm 1 numërus PS, 1 numërus PD, 4 komisioner, 2 PS, 2 PD dhe 1 sekretar për pa drejt vote. Pa drejt vote. Pa të drejt vote. Pra, numërusit PS PD, kur bënin për shembull, kishin problematikat të ndryshme. Me shfaqjen e problematikave, raste do të shkonte tek komisionerët. Komisionerët tani kur ishin 2 me 2, 2 votonin pro PD-ja, 2 votonte pro PS-ja në të gjitha rastet, ose anasjelltas, dhe nuk ishte asnjë veprim ligjor, ose të paktën, si thuash, kontrollues mbi numëruesit e votave. Pra, nëse PS-ja do ankohej se 10 zarfa apo një subjekti janë shtuar apo i hequr vota, kjo nuk merr parasysh pasi komisionerët ishin të ndarë, pra me thik, 50 me 50. Nuk ishe mazhorancë që mund të krijohej për sekretarit, i cili në kontekstet tjera, në kontekstet e qarkut, kishte të drejtë vote. Pra, shihej dhe mbaj përgjegjësia, kupton, nga numëruesit, kurse në rastin e diasporës, ndodhte çfarë ndodhte, ishin pa vlerë njerëzit. Më mirë mos ishin vënë fare komisionerët. Nuk kishte asnjë lloj për që ta bëjmë pak interaktive se ke zakonin po mirë se ca janë teknike dhe teknike po i lodhim qytetarët. Nuk duhet t'i zgjas, po duhet t'ia shpjegoj se si ka qenë që janë tallur me subjektet. Dua të falenderoj secilin prej teleshikuesve që na ndjek këtu në Antena Televizion dhe në emisionin Pa Emër, por dhe në formatet e tjera. Është shumë e rëndësishme për ne edhe komenti juaj, për shkak se ne duam krijojmë ura bashkëpunimi me secilin prej jush që na ndjek nga diaspora apo dhe nga Shqipëria, dhe do doja që edhe ju për tema të caktuara si kjo temë që ne po diskutojmë, mund na jepni perspektivën tuaj mbi çfarë do ndodhi ditën e nesme që do të hapen kutitë e Tiranës. Dua ndaloj te Tirana sepse ka një kontekst shumë specifik. Do lexoj në koment apo si? Jo, nuk kam për të lexuar asnjë koment. Dua ndaloj vetëm për t'i bërë një analizë Tiranës për dhënë atë skenaret që mund ndodhin. Duke qenë se 2 prej më të votuarve a priori në opinionin publik janë ngritur në fakt që këtyre ju takon Partia Demokratike, nëse ikën Berisha, e kanë ngritur si fabull. Mund ngrim shumë çështje dhe dëshira, po jo të gjitha arrihen. Por duke qenë se këta kanë marrë vota 20.000 njëri, 19.000 tjetri, e pavarësisht se Partia Demokratike ka marrë një rezultat shumë të dobët, këta janë amplifikuar në media si njerëzit që meritojnë të jenë fytyra e re e Partisë Demokratike. Mbi këto premisa, nëse ditën e nesme, edhe në vazhdim, skenaret ndryshojnë, atëherë do të kuptojmë shumë më shumë kur të hapen kutit. Marrim a priori sot Jorita Tabaku është më e votuara. Duke qenë se drejton dhe Komisionin e Integrimit, ka një kostum pak më të qepur edhe në arenën ndërkombëtare. Çështja që ndron që zonja Tabaku tashmë a do të ketë stofin për t'ju kundërvënë zotit Berisha. Pra, për t'i thënë zotit Berisha që deri këtu e keti rrugën, tashmë e marr unë drejtimin, ose hajde hapim garën, ose edhe mund të kërkoj zonja Tabaku të garojë përballë zotit Berisha, se të kesh marrë 21.000 vota në Tiranë,
nuk është pak edhe e ke guximin apo të 22.000 kartën morale për t'i thënë zotit Berisha me 22.000 vota që unë kam Tiranë t'i hap rrugën tani se unë dalë ballë për ballë. Po, ndoshta ka qenë vonë kundër Berisha, se di që zonja Tabaku ka qenë kundërshtare zotit Berisha, jo më kohë dolin listapur, po edhe fakti atëre me vullën e me këto debatet brenda partisë, shprehur kundër zotit Berisha. Po, çështja që ndron tashme që a do e ketë këtë guxim zonja Tabaku. Ky është hapi që duhet bëjmë politikë zonja Tabaku në këtë a priori. Nëse qëndrojmë në këtë çështje, kemi dhe doktorin Ali Mehmeti. Patjetër. I cili dhe ai nëse doktori është si kollë e mirë, ke parasysh se po e them terma kështu mjekësor. Kollë e mirë që të bezdis, po nuk të vret, e kupton? Po nuk të vret, po tashmë çështja qëndron politikisht, a do e ketë guximin njëri për ta vrarë politikisht zotin Berisha. Dhe në qoftë se del diferenca e votave... Problemi se Berisha nuk e lëshon kullën... Unë e di shumë mirë, tani ne do themi skenaret, pastaj se ne dim, unë kam një qëndrim komplet ndryshe mbi këtë premis. Për ta vrarë politikisht, nuk bë vagi. Tani unë e di këtë punë se unë kam tjetër, po them për skenaret për teleshikuesit që na gjojnë. Dhe tregoj, ose... Dhe teleshikuesit e vendosin vetë, apo edhe qytetarët, apo dhe ata që na komentojnë nga diaspora apo nga Shqipëria. Mbi këtë premis, në fakt, në qoftë se zoti Ali Mehmeti, kur hapen kutit dhe me një rezultat tjetër, apo tregojnë që janë vjedhur votat, atëherë ngrihen pikë pyetje që pse nuk e ka dashur doktori i parë doktorin e dytë? Ose kush nga të besuarit e doktorëve, doktorit parë kuptohet, kush nga të besuarit e doktorëve s'ka dashur doktorin në përkëmbë? Sepse ne e pam që pati dhe një përplasje në parlament, Albana Vokshi me Flamur Nokën, u përplasën, po ta shikojen parlament, se a bënde syri tërcë Albanës, dhe pse kishte përballë njeriu që e mbrojti në Vorë. Nuk është pak në Vorë, se u përballën me grupe kriminale në Vorë, dhe ai vajti i pari që mbrojti Albanën. Zemër Luanët. Dhe në këtë rast, Albana Vokshi më kujtoj gazmen bardhi me flutra Açkën. Po, nëse ç'është e vërteta normal, të vetit paktën që u pan në këto zgjedhje që ishin në terren, mira apo keq ishte zoti Flamur Noka. Nuk bëri asgjë, nuk ka rëndësi. Por minimalisht ishte nga të vetmit, po dolin në televizor. Nga të vetmit e listës sigurt, pa atë më çfarë do bëjnë interesesh. Po atë bëm dhe neve. Çfarë pret? Ai atë bën dhe ai, kupton, atë bën dhe në jetën e përditshme, nuk kanë ndryshim. Kam për të vajtur për mbledh vota, apo mjafton që dalin në ekran. Jo, flas në terren ditët e numërimit, terreni nuk e ashtu. Pra ka dalë gjatë numërimit ose gjatë fushatës, kanë qenë në fushat, pra zoti Noka, zoti Këlliçi, zoti Ali Mehmeti, flas nga lista. Ka qenë Besar Xhaferi, ka qenë Besarti. Kështu që s'mund ta